Mirëmbrëma. Këtë javë, mushen plot 35 vite nga i mëngjes kur në Shkodër u kremtu mesha parë pas një heshtje të gjatë. Ishte 11 nënori i vitit 1990. Shumë për jush e dini se qeveria komuniste e kohës e pat shpall ndalimin e fesë dhe ateizmin shtetëror të Shqipërisë qysh në vitin 1967. U shkatrune objektet e kultit, u burgosën klerikt e u ndalu çdo praktikim feje. Madje edhe lutja në vetmi u konsideru krim. Por arsyeja nuk ishte thjesht të goditej besimi. Qëllimi më i thellë. Qëllimi ishte më i thellë. Të goditej çfarë do besimi e përullësie, adhurimi e shpirtërimi jashtëti të partisë. Eksperimenti ishte i qartë, të shkatrohej shpirtënorja dhe të lartësohej materialja. Njeriu mos e kërkonte përshtatshmërinë, por të theksonte kafshërorin. Shqiptari nuk duhet të ishte i lirë si zogjt, por kafsh pune, si qetë e parmendës. Gati qerek shekullit më pas, eksperimenti dështoi. Sepse njeriu edhe kur i heq gjithçka, prap se prap kërkon kuptimin. Dhe ajo meshë në Shkodër nuk ishte thjesht një akt fetar. Ishte një akt njerëzor. Një brit e heshtun e një populli që kërkonte seri shpirt. Sot, 35 vite më vonë, unë shoh se ende e kërkojmë atë shpirt. Flas për ditë me njerëz jo përmes ekranit, por përmes syve, durve të bashkume e lutjeve. Shoh shpirta të paqt, shoh mende të trazume, shoh vujtje të trupit, lëngim fizik e stërmullnim material. Shoh njerëz që besojnë me fjalë, por jo me vepra. Që flasin për dashuri, por në fakt mbjellin për çamin. Që luten me zëm e shkatrojnë me dorë. Që flasin për fe, por e kanë shit shpirtin. E megjithatë, shoh edhe shpresë. Në fytyrat e njerëzve që falin, në ata që ndihmojnë pa kërku falënderime, në ata që edhe pse s'kan shumë ndajnë nga jo pak me të tjerët. Sot, du ta kujtoj atë meshë të madhe natë nëntor të ftoftë në Shkodër, jo vetëm se rikthimin e fesë, por si rikthimin e njeriu te vetvetja. Le të mos e humbasim atë rikthim. Le ta rigjajmë shpirtënorën brenda nesh. Qofshim besimtar e qofshim ata që nuk besojnë. Sepse njeriu i vërtet, qoftë ai që hyn në kishë apo ai që se ka kalu kurr pragun e saj, e din që shpirti është streh. Dhe pa shpirt, jeta bëhet një listë gjërash për të kryer. Ndoshta vetëm atëherë mund të themi se mesha e parë në Shkodër nuk përfundoi kurrë. Ajo po vazhdon ende, çdo ditë, në heshtje, në çdo zemër që kërkon dritë.